Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahun e falenderoj, nga i falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk e takon adhurim me askuj në të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Islami është fe e përgjithshme, është fe universale, fe e cila ka ardhur që ta pastron shpirtin e njeriu edhe ta pastron trupin e tij. Është fe e cila nxit në pastrimin e shpirtit të besimtarit nga shirku, nga kufri, nga çdo lloj ndytësire që e njollos atë, nga çdo lloj smundje e cila e prish zemrën edhe shpirtin e tij, sikurse zilia, sikurse smira, sikurse urrëqja, armiqësia e kështu me radhë. Po ashtu Islami është fe e cila nxit njeriu që ta ruan trupin e tij, ta pastron trupin e tij edhe për kujdesat për trupin e tij. Për këtë arsye edhe nxit në pastërtinë e trupit të tij, edhe nxit në pastërtinë apo qet i pastër kur han edhe buk, kur e fal edhe namazin, kur bie që të flen e kështu me radhë. Pra thjesht Islami është fe e cila nxit në pastërti, edhe është fe e pastërtisë. Edhe Islami si fe është vet i pastër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me na bë me dije se çfarë fe është Islami, e cek me një ditë edhe thot se pastërtia, pra qoftë ajo e jashtme apo qoftë ajo e brendshme, është gjysma e imanit. Pra pastërtia është pjesë e imanit, edhe është diçka e cila ta mbron, ta ruan edhe trupin, ta ruan edhe shpirtin, mirë po, ti shton edhe veprat e mira, me ta shton edhe imanin tan, edhe ta ruan imanin tan. Ne sot në përshoqëritë e tona jemi gjithë dëshmitar se njerëzit i kanë keq kuptuar disa gjëra për sa i përket pastërtisë. Tema për të cilën jemi duke folur apo do të flasim është çështja e urinës, se a është e pastër apo nuk është e pastër, apo konsiderohet apo llogaritet nga gjërat e papastërta edhe nga gjërat e fllihura. Pse flasim për çështjen e urinës? Nga se njerëzit tek ne mendojnë se urina vetvetiu është e pastër dhe se pikat e urinës nuk e dëmtojnë ose nuk e bëjnë të papastër rrobën apo trupin e njeriu. Mirë po kjo në fakt është gabim, nga se në fen e Allahut urina është e papastër dhe se pikat e saj nëse e spërkatin trupin apo rrobat e njeriu, atëherë bëhen të papastra edhe besimtari duhet që të i pastron. A ne jemi gjithë dëshmitar edhe ne gjithë e dimi se në shtëpitë e tona apo në shoqëritë ku jetojnë musliman sot tek ne, ata nuk ruhen fare nga pikat e urinës. Kur urinojnë edhe pikat e urinës u kthehen në trupat e tyre ose në rrobat e tyre, edhe fare nuk mërziten për atë se a janë prekur nga pikat e urinës apo jo. Pastaj shkojnë edhe falen ashtu. Namazi i tyre nuk pranohet, nga se urina është vepër apo është e papastër, edhe pikat e saj janë të papastër, edhe kështu rrobat e tua i bën të papastra. Kurse namazin e dimi gjithë se për kushteve të namazit është që rrobat janë të pastra, edhe besimtari kur falet është për kushteve pastërtia e tij. Pra nëse rrobat e tua janë të prekura me urinë edhe ti je i vetëdijshëm, atëherë namazi yt nuk pranohet. Pra është rrezik shumë i madh. Kjo është e para. Ajo që është më e rrezikshme tjetër është se një hadith që na ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas e Ebcek, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke ecur me shokët e vet, edhe kanë kaluar afër dy varreve. Edhe pejgamberi Allahut i thot shokëve të tij, i drejtohet edhe i thot se këta dy që gjenden në varr janë duke u ndëshkuar dhe se ndëshkimi i tyre shumë i madh. Edhe i thonë ja Rasulullah, pse janë duke u ndëshkuar këta dy? Pejgamberi Allahut atëherë thot se këta dy e kanë bërë një vepër që nuk ka qenë e madhe. Nuk ka qenë e madhe ndoshta në syrin e tyre, nuk ka qenë e madhe ndoshta tek njerëzit, mirë po tek Allahu ka qenë është shumë e madhe. E ajo thot pejgamberi Allahut, njëri nga ata nuk ka ruajtur kur ka urinuar, kurse tjetri nga ata i ka bartur fjalë. Pra këto dy mëkate kanë qenë shkak i ndëshkimit të tyre. Pejgamberi Allahut e merr pastaj një fletë palme edhe e merr i avëndon atyre, e don gjys për gjys, edhe ja vendon atyre dy tek varrat e tyre, edhe thotë se ndoshta me kët Allah do t'ia lehtëson atyre ndëshkimin derisa nuk thahet ajo palm ose ajo gjys të cilën i avëndoi njëri tjetrit
pra tek varri tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me këtë hadith na bëhet me dije se urina konsiderohet prej gjërave të papastra dhe se pikat e urinës kur spërkatin trupin tan ose rrobat e tua, dije se ato bëhen të papastra. Prej hadithit pejgamberit Allahut ne e pam se pejgamberi sallallahu i dëgjojnë dëshimin e tyre. Kjo ka qenë veçuri e tij. Allahu e frymëzoi që ti dëgjon, ose ka qenë dëgjim për momenti, ja mësoi Allahu që ti dëgjon, me qëllim që t'u mëson sahabave ndëshkimin se prej çfarë veprave vjen, edhe plus atë që e bëri pejgamberi Allahut, e mori atë flet palme dhe mundoi tek varri i tyre. Kjo ka qenë veçuri për te. Nuk lejohet sot që njeriu të merr ta vendon tek varri ndonjë pall, ose ti vendon lule të vdekurit, ose ti vendon kurore të ndryshme me qëllim që kjo ndoshta do t'ja lehtëson atij, për arsye se kjo nuk vlen. Kjo ka qenë e posaçme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo neve që na intereson është ajo se urina është e papastër dhe se pikat e saj ose pikat e urinës janë të papastra. Ti si besimtar duhet që t'jesh i vetëdijshëm që kur urinon, qofsh mashkull apo femër, duhet që të ruhesh që pikat e urinës mos ta spërkatin trupin tan, edhe mos të spërkatin rrobat e tua. Edhe atëre nëse të bien pikat e urinës në trupin tan ose në rrobat e tua, atëre duhet që të marrish edhe ta pastrosh atë vend, edhe pastaj mundesh që ti të marrish atës edhe shkoj të falesh. Nëse ti falesh ashtu, dije se namazi yt nuk pranohet. Për këtë arsye preferohet që kur urinon njeriu që të urinon prej ulur, nga se kjo nuk është vetëm se për gratë e veçantë, mirë po kjo preferohet edhe për burrat me qëllim që të ruhet nga spërkatja e trupit edhe rrobave të tij. Edhe ne dimi gjithë se kur urinon njeriu nuk urinon me një send e cila është e butë edhe pastaj urina nuk kthehet. Zakonisht lavabot apo enët ku urinohet janë të forta, nga porcelani. Edhe atëre urinat apo pikat e urinat kthehen në trupin e njeriu, edhe kështu ka mundësi që të goditet apo spërkatet trupi dhe rrobat e tij edhe me të bën të papastra. Për këtë arsye preferohet që të urinosh në këmbë, preferohet që të urinosh ulur, kurse lejohet që të urinosh në këmbë, mirë po me kushte, nëse nuk të sheh askush, edhe nëse ti je i vetëdijshëm ose nëse ti e di, je i sigurt se pikat e urinës nuk kanë mundësi që ta prekin trupin tan apo rrobat e tua. Për këtë arsye, kujdes nga urina edhe kur urinon. Pastaj duhet besimtari që të merr organin e tij edhe ta pastron me qëllim që ta pastron urinën nga organi i tij. Për arsye se prezenca e urinës në organin e tij do të thotë se rrobat e tua bëhen të papastra, plus asoj shumë sëmundje që i kanë cekur mjek, nëse nuk pastrohet organi nga prezenca e urinës, atëherë ka mundësi që të bën shumë sëmundje infektuese edhe me ata dëmtosh edhe shëndetin tan. Pra për këtë arsye ti këtu e shef urtësinë e Allahut dhe se sa i madhërisëm apo kjo është kjo fe dhe se si nxit në pastërtinë e besimtarit, edhe nëse ti e bën kët, atëherë edhe mbrohesh nga dëshkimi, edhe po ashtu mbrohesh nga smundjet e ndryshme të trupit të cilat bien. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me një hadith tjetër e cek edhe thotë se pastrohuni nga urina, sepse shumica e njerëzve në varr ndoshkohen për shkak të mospastrimit të tyre. Pra urina është e papastër, për këtë arsye kujdes kur urinon, mos mendo se është e pastër, edhe me këtë ti ta neglizhosh pastërtinë e organit, po ashtu edhe pikave të urinës, po nëse e shef se pikat e urinës e kanë prek trupin tan ose rrobat e tua, pastroj ato, pastaj merr abdes edhe falu, për ndryshe namazi jot nuk pranohet, edhe po ashtu rrobat e tua bën të papastra, edhe ti nëse falesh ashtu, atëherë vetëm se e dëmton veten tënde, edhe po ashtu nuk pranohet namazi jot. Për këtë arsye kujdes, edhe mësoje etikën e urinimit, nga se kjo nuk është turp është që ti mos dish, kurse prej asaj vepre e cila preferohet besimtari është dituria e tij, edhe duhet që të mëson çdo gjë e cila ndërlidhet me fenë e tij edhe me jetën e tij. E lut Allahun që të na vetëdijson fetarisht, edhe lut Allahun që të na mbron nga ky ndoshkim, edhe lut Allahun azza wa jall që musliman të i vetëdijson dhe të na mëshiron të gjithëve. Wa kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.